Partia Demokratike ngjan fshesës me korrent që mbledh frustrimin e mllefin e njerëzve pa kënaqësi që ka se shikojnë milionat që fluturojnë 400, 300, 100, 500. Ku i shkarkon ato ku i thotë? Aty para kryeministrisë, frustron aty, Dhe kaq është detyra e Partisë Demokratike. Nuk bën dot më shumë me këtë organizatë që ka dhe me këto tani kam një pyetje tjetër që ka. Sali Berisha, për i vërtetës, ka një bilans në politikë në këto 36 vjetë. Nuk ka mohon kush këtë gjë. S'ka diskutim. Ai që mohon historinë pasaj. Nuk, se ndonjëherë kur e them unë këtë më sulmojnë kështu, domethënë, ej, njerëz, nuk ka bardhëzi, ka kolorit të çdo njeri. Por, zoti Kola, ai në këto momente është i pazënësueshëm. Po po këta tjerët Gazbardhi, miku ynë Flamunoka, miku tjetër, se këta edhe akademik, Gjekmarkaj, e të tjerët. Edhe këta të pazënësueshëm. Se unë nuk kuptoj. Këtë që thatë ju, keni shumë drejt, jam një mëndë. Berisha e ka zënat të gjitha të pjetë. Po edhe këta tjerët, se ti ka një element shumë të bukur, që aty nuk ka fantazi, nuk ka kreativitet. Zero imagjinat. Do të imagjinata e zero. Dhe kur fillon ajo protesta dhe akoma, se ti je më i vogël se mua, po akoma dhe kolona zanore e The Final Countdown e 1988-ës, do të me atë fillojnë akoma me grupin Europe, grupin suedez Europe, ikëm ne, nuk jemi brez tjetër, ka brez tjetër që se ka ide kush janë Europsat. Tani, edhe këta janë pazënësueshëm. Do të çfarë do të them unë më tepër nga ajo që ju thatë. Ata janë pjesë e një ekip. Pyetje. Po është pyetje me përgjigje brenda, është retorike, domethënë janë pazëvendësueshëm sepse i mundësojnë në mënyrë jo se ka nevojë politike, po i mundësojnë në mënyrë formale i legjitimojnë Berishës pazëvendësueshmërinë e tij. Pa normalisht ai do t'i mbaj aty, birti si riktheu, sa ata një pjesë nuk ishin në atë lloj. Me ndryshime statutore. E betonoi, domethënë e kalcifikoi PD-n me ndryshime statutore me këtë rithemelimin e merat. Pa vot. Okej, ju dini që vota në partitë politike është jo, po kjo ishte partitë tona politike. Kjo ishte, ishte me arrogancë, po e hapur. Dhe ata kanë marrë përsipër që të shërbejnë si një forum kolegjal që legjitimon përjetësinë e Sali Berishës aty, patjetër do jenë përjetshëm, për sa kohë që e bëjnë këtë gjë mirë. Në momentin që fillojnë edhe cedojnë, me siguri do janë të zëvendësueshëm, patjetër. I bën pa zëvendësueshëm ky rol që marrin përsipër. Jo, e ka fjalën në strukturat e reja që do zgjidhen tani, do jenë përsëri për shembull Flamunoka? Nuk e di, por si ke të dhënat? Por nuk ka, jo. Nuk kam të dhëna, nuk kam të dhëna, nuk jam antar i PD-s. Po jo, nuk kam komunikim. Kam marrë si antar PD-s. Jo, po ti i djathtë. Nuk kam akses në informacion dhe s'kam as interes fatkeqësisht ose fatmirësisht, nuk e di, s'kam as interes fare të pyes për këtë gjë dhe ose të mbledh të dhëna, por a do jenë këta apo dhe sikur mos jenë këta. Do të thënë, ne po flasim si është ai parimi që ne kemi përdorur kur edhe në pushtet që peshku qelbin nga koka në 2005. Pra, është zoti Berisha aty. Do jenë sa të tjerë që do adhurojnë më shumë zotin Berisha. Po të zënësor? Jo aq sa këta që përmende këtë. Po mirë tani, statuti e ka që ai që humbet zgjedhjet. Statuti e ka që duhet ishin bërë zgjedhjet vjet sepse zoti Berisha ka humbur mandatin. Shumë drejt. Po me statut. Po nga që ne nuk kemi zgjedhjet, një vit e marrin për të shkruar librin e zi të zgjedhjeve, e kupton që edhe kjo është mungesë e fantazisë. Libri i zi zgjedhjeve ka 30 vjet që shkruhen në PD. Edhe ti shkruaj çik që para, theni se ishin ne fituam, po i vodhi PS-ja. Po ama dështuam të shkruajmë librin e zi të zgjedhjeve. Nëse të kujtohet, zoti Berisha na ka kritikuar atëherë si na ka kritikuar, që mund të kritikoj zoti Berisha, po ata që drejtonin PD-s ose isha drejtues. Isha thjesht antar i Këshillit Kombëtar. Që tani PD-ja nuk do të humbas kohë për të shkruajë librin e zi të zgjedhjeve dhe ta dërgojë në Europë. Dhe aty kemi ngelur. Domethënë që nga 2001-shi është shkruar libri i zi zgjedhjeve, besoj. Nuk e di nëse është shkruar në 97, por 2001 është shkruar. Që andej e këtej. Pati edhe një diell mes. Që atëherë sot ne shkruajmë librin e zi zgjedhjeve pas çdo zgjedhje që humbasim dhe mbyllim diskutimin me antarësinë. Tani, pyetje drejt për drejt, në zgjedhjet e 2027-s, Partia Socialiste i ka ndez motorra, do të pyesë PS-n. Si del Partia Demokratike? Se kjo është tani, për çfarë më bën gjithë? Nuk kam
nuk kam marrë me të dhëna sasiore, parashikimi është i qartë. Ke dy palë. Një palë është organizat e strukturuar me institucione, me mënyra komunikimi, me pragje vendimarrje, është organizat e mirëfillt. Domethënë, se unë jam studius i organizatave. Pra nuk jam politolog, siç ta thash më herët para emisionit. Jam studius organizatash dhe kam bërë PhD në këtë drejtim. Pra mund të them që cila ka qenë tema e diplomës? Është për planin urbanistik Tiranës, por është temë tjetër, strategjia. Po, por teorinë e organizatave e njoh mirë. Domethënë, është një organizat kaq e mirë formuar, domethënë, dhe përballë ke një lëvizje sociale, e cila nuk e ka të qartë çfarë do bëjë nesër. Nuk ka mekanizma që lëvizin vetë dhe ti detyrohesh të lëviz nga mekanizma burokratik. Nuk i ka këto, por nuk ka strategji. Pala përballë ka strategji, gjithmonë. Domethënë, është gjithmonë në një gjendje elektorale, nuk është në gjendje qeverisëse, fati ynë i keq i Shqipërisë, por është në gjendje elektorale. Ajo bën fushat, nuk qeverisë. Pra, është një qeveri 4 vjet në fushat. Ndërsa këta janë në fushat vetëm një muaj para zgjedhjeve, se aty thot kodi zgjedhor. Nuk ka një organizim dhe s'ka një strategji. Më thuaj kush fiton në këtë rast? Kush i fiton zgjedhjet? Sa me sa s'ka rëndësi, sa komuna, sa bashkisa mund të ndryshojnë. Pyetën e bëra unë, ma jep përgjigjen. Patjetër, unë nuk shoh shanse të mira për opozitën për të ndryshuar ndonjë gjë në skenën që kemi. Domethënë pa vjedhje, fiton përse pa vjedhje. Problemi nuk është më nuk është më problemi realisht, nuk është problemi te vjedhjet. Pra, problemi është tek aftësia jote për të shkaktuar humbjet e kundërshtarit, për të shkaktuar gjakderdhje elektorale. Nuk mundesh, sepse je tërësisht izoluar në problemet brendshme, me kaos, nuk je organizuar. Çfarë pret? Futesh në betejë pa një plan. Se Berisha ka qenë shumë i organizuar, si ka mundësi? Unë mendoj që Berisha nuk ka qenë asnjëherë organizuar. Vërtet e ke? Ja. Po më habit? Sepse ka qenë gjithmonë i ka mëshuar inspirimit, mobilizimit, por në organizim ka ceduar gjithmonë. Berisha i pa organizuar? Po doja e atill është, më falni sekond, nëse themi që Partia Demokratike nuk është organizuar, kush e ka bërë Partinë Demokratike? Të pa organizuar. Jo, tani në këto momente ne mund t'ia vëmë fajin edhe moshës. Tritan Shehu e ka bërë të pa organizuar PD-n kur ishte kryetar, apo Eduard Selami? Se ne e dim që në fakt ishte zoti Berisha kryetar, de facto. Pra nuk mendoj që është i organizuar. Bën lëvizje taktike, jo lëvizje strategjike, është dhe kjo, dhe mikromenaxhon. Mikromenaxhimi është mbikëqyrësh varësit e tu se çfarë po bëjnë tani për momentin, po kjo nuk të bën fitues. Cila është zgjidhja? Kjo është pyetja më e vështirë. Zgjidhja çfarë? Zgjidhja duke marr brumin e të dhënave që kemi tani, të inputeve që kemi tani. Pra duke pas këto partitë që kemi, këtë skenë që kemi, këtë ligje që kemi, këtë konfigurim ekonomik, mediatik, social. Unë mendoj që zgjidhja e vetme, ose si më thënë, dalja e vetme nga këtë situatë është vetë thërmimi ndoshta nga brenda ose implozioni në Partinë Socialiste, që është i vështirë. Është një skenar shumë me probabilitet shumë të vogël. Ti ke vetë përse nga pushteti, si që ki nënua, e të vinë ju në pushtet. Mund të implodoj. E shikon sa e vogël është probabiliteti, pa po ta them me ndeshmëri. Pse mund të ndodh? Pra 0.001%. Pse mund të ndodh? Jo, nuk është e paparashikueshme, por mund të ndodh. Jo, mund të ndodhë ngjarje të paparashikueshme politike. Jo, ngjarjet kanë ndodhur. Për shembull, kali betejës ose slogani dhe motivi kryesor i fushatës së zotit Rama në 2023-in, 2025-ën ishte pasaporta europiane. Apo jo? Po. Tani, mund të themi që pas këtyre përplasjeve me sistemin e drejtësisë, zoti Rama ka hequr dorë nga pasaporta europiane? Pas letrës që bëri me zotin Vučić, atij artikulli që botoi, ku kërkonte një antarësim si të njerëkës, pra në Bashkimin Evropian. Pa drejt vote. Mund të themi që kemi hequr dorë, kemi pranuar vetë që të heqim dorë nga antarësimi në BE? Ja, nuk e themi dot. Unë mund të them që po. Pse? Është deduksion, nuk është. Po patjetër, se kemi drejt bëjmë deduksion, ne s'mund të lexojmë vetëm fakte, ne s'po japim lajme. Deduksioni im është ky. Ne nuk kemi qëndrim negativ të Bashkimit Evropian. Ne kemi qëndrim hezitues kohët e fundit. Ja. Pra,
Po, qëndrim hezitues. Jo, nga kush? Ja. Nga të tërë. Se kjo është dëshirë. Si, shiko, nuk është dëshirë. Do të thënë, nuk po hym të mbledhim deklarata ose lajme